intimidimi i opozitës, lidhje dhe ndikimi i grupeve kriminale. Mendoj se mund të kishte një gjuhë të zbutur në krahasim me atë raportin para prak, por në fakt nuk u pat ndodhte diçka të tillë. Si e pat raportin në tërësinë e vet? Po, do duhet bie dakord me konstatimin që ka bërë redaksia juaj dhe ju, që ishte një raport me një gjuhë pak më të ashpër dhe më të drejtë për drejtë, ose jo pak, po më të ashpër dhe më të drejtë për drejtë, që ka evidentuar problemet dhe mendoj që është një nga raportet më kritike që nga, po themi, viti 2001 ose para 2 dekadash. Këtë më thonë të gjithë që vetëm dushku ndoshta mund të ketë qenë më ashpër. Që evidenton numrin e problemeve që kanë qenë pothuajse që në atë kohë, por që sipas raportit janë thelluar dhe janë bërë më problematike dhe e bëjnë më të vështirë kohezionin politik në vend dhe mundësinë e ndryshimit të qeverisjes. Megjithatë,